Gjykata e Durrësit në seancën e ditës së hënë ka lënë në fuqi masat e sigurisë të vendosura më herët ndaj personave të përfshirë në hetim për tjetërsimin e pronave në zonën brendetare të Durrësit. Gjyqtari i seancës ka vendosur vijimin e masës së sigurisë arrest me burg për Shaqe Sheshin, Arjanit Matajn dhe Besnik Gjafën, që dyshohen për vepra penale të mashtrimit dhe falsifikimit të dokumenteve. Po ashtu, gjykata la në fuqi masën detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore ndaj Fiqeret Gjafës, i dyshuar për veprat penale të mashtrimit, falsifikimit të dokumenteve dhe pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Në të njëjtën masë sigurie do të vijojnë të heton edhe Jonida Margeja, Leandro Dervishi dhe Artur Qobani. Të tre, stafi i kadastrës së Durrësit, të dyshuar për veprën penale të shpërdorimit të detyrës të kryer në bashkëpunim. Hetimi për këtë çështje ka filluar në vitin 2022 në kuadër të procedimit penal. Prokuria e Durrësit ka vendosur sekuestrën preventive mbi 13 parcela toke të dyshuara se janë përfshirë në skemën e tjetërsimit të paligjshëm. Ndërkohë ende nuk janë ekzekutuar masat e sigurisë arrest në burg të caktuara në mungesë për 4 persona. 3 prej tyre janë ish zyrtar të kadastrës, ndërsa i 4 është një përfitues i dyshuar nga skema e tjetërsimit të pronave. Gjithashtu mbetet e pa ekzekutuar edhe një masë arrest në shtëpi e caktuar ndaj një tjetër personi të dyshuar si përfitues të këtij çështje.